e galerisë kombëtare po shkojnë drejt përmbylljes. Me një investim për 1.4 milion euro, institucioni qendror i artit pamor pritet të riapet këtë pranverë, duke ofruar hapësira moderne, standarde bashkëkohore muzeale dhe një program ambicioz ekspozitash. Pas vjeshmërisë së punimeve pa ndërprerje, ky restaurim i pari nga pas lufta realizohet duke respektuar identitetin historik të objektit, ndonse po pajiset me teknologji moderne. Në galeri kemi një lajm të mirë sepse punët kanë filluar në muajin maj të vitit të shkuar dhe besojmë që para majit të vitit aktual ne do ta përurojmë galerinë kombëtare. Atje po shtohen 400 metra katror. Galeria është paraparë të ofrojë për herë të parë qasje universale për personat me nevoja të veçanta përmes instalimit të një lifti të mbrëmshëm, ndërsa koleksioni aktualisht po ruhet në hapësira të sigurta dhe të monitoruara. Tashmë dihet edhe programi për vitin 2026 që ngërthen në vete 10 ekspozita që trajtojnë tema bashkëkohore me tekst të veçantë në promovimin e artisteve gra. Programi fillon prej muajit mars. Në objektin qendror kemi një ekspozitë nga koleksioni, siç e theka edhe më herët. Mirë po, kemi edhe 2 retrospektiva, njëra që është e artistit të mirënjohur shqiptar Xhavdet Xhafa, i cili për herë të parë duhet me cekë edhe këta ka ekspozitë personale në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Jemi duke punuar me familjen tash që 1 vjet në kusht rreth ekspozitës dhe kemi rikthimin e Bienales Muslim Ulliçi. Në Galerinë Kombëtare të Kosovës do të prezantohen ekspozita nga koleksioni shtetëror, retrospektiva e Xhavdet Xhafës, ekspozita personale e Dorontina Kastratit dhe edicioni 15 i ekspozitës ndërkombëtare Muslim Ulliçi. Ndërkohë që në hapësirën alternative janë paraparë të prezantohen ekspozita personale dhe grupore të artistëve vendor. Pos kësaj, institucioni do të vazhdojë programet edukative dhe hulumtuese me synim afrimin e publikut me artin bashkëkohor. Rihapja e Galerisë Kombëtare të Kosovës pritet të shënojë një kapitull të ri për artin pamor në vend, duke e kthyer këtë institucion në një hapësirë moderne, funksionale dhe gjithëpërfshirëse për artistët dhe publikun.